Drejtuesit e institucioneve shëndetësore, duke filluar që nga Ministria e Shëndetësisë, kanë shkelur ligjin në shumë raste, duke punësuar pranë institucioneve shëndetësore infermierë të palicencuar. Kjo ka qenë deklarata e ashpër e dhënë për mikrofonin e Ora News nga presidenti i Urdhrit të Infermierëve të Shqipërisë, Sabri Skënderi. Asnjë infermier nuk duhet të hyjë në punë pa u regjistruar këtu dhe pa zhvilluar praktikën profesionale dhe pa dhënë provimin e shtetit për licencim. Pra, ne kemi dhe shkelje të këtij ligji nga shumë drejtues institucionesh, të cilët i marrin në punë. Shefat e kuadrit i marrin në punë, domethënë duke shkelur ligjin për profesionet e rregulluara, pa dhënë provimin e shtetit, pa marrë licencën. Dhe e gjithë kjo shkelje rëndon tek pacienti. Rëndon në cilësia e kujdesit infermieror. Në përfundim të inspektimit që është bërë nga një task force e ngritur nga urdhri infermierit në QSUT, janë çuar para komisionit disiplinor pranë këtij institucioni 37 infermierë, të cilët u gjetën me shkelje të ndryshme profesionale, deontologjike si dhe etike, ndaj të cilëve komisioni do të marrë edhe masat e përcaktuara nga ligji. Për gjitha rastet, është mbajtur raport i inspektimit dhe ky raport, në zbatim të ligjit dhe të kodit etik deontologjik të infermierit, i është paraqitur komisionit disiplinor që funksionon pranë urdhrit të infermierit. Infermieri është punonjës, është njeri humanitar i cili duhet të shërbejë me devotshmëri në vendin e punës. Nuk duhet të sillet si pronar ndaj pacientit. Sipas Skënderit, inspektimi i profesionit të infermierit do të përshkallëzohet dhe do të shtrihet në të gjitha qendrat shëndetësore në territorin e Shqipërisë.